Rreth 1000 shtetas të huaj kanë aplikuar për leje qëndrimi në qarkun e Fierit nga muaji janar i vitit 2025 deri në 3 mujorin e parë të këtij viti, një shifër kjo më e lartë krahasuar me vitin 2024, ku aplikuan vetëm 600 shtetas. Vetëm për 3 muajt e parë të vitit 2026 janë regjistruar 421 aplikime nga shtetas të huaj për leje qëndrimi, ndërsa kanë kërkuar punë nëpërmjet sistemit që ofrohet nga zyra e punës 109 shtetas të huaj. Drejtuesi i Agjencisë Rajonale të Punës thekson se të huajt punësohen kryesisht në sektorët e fasonerisë, bujqësisë dhe turizmit. Për të qenë realist, kërkesa e të huajve në rajonin e Fierit është rritur. Është rritur, por kjo mbulon sektor të tipit të ndërtim, turizëm, fasoneri, që mund t'i kategorizojmë si punë realisht të vështira. Kërkesa e të papunëve tek ne është po themi ka shkuar në më profesionale, më arsim të lartë e tjera, si këto domethënë, ndërsa për sa i përket kategorisë plus 44 vjeç, është një kategori tjetër dhe ka kriteret të tjera qasje, po themi në tregun e punës. Ata nuk janë shumë të digitalizuar me teknologjinë e re, të tjera si këto dhe ne mundohemi që t'i aftësojmë në pjesën teknologjike që t'i qasen kërkesave reale në punëdhënësi. Numri i shtetasve të huaj të cilëve u është miratuar pajisja me leje unike për vitin 2025 në qarkun e Fierit është 981. Shtetet kryesore të origjinës nga ata vijnë janë India me 201 persona, Filipinet, Egjipti dhe Kina.